si ka mundësi thot që njeriut i cili lutet për keq t'i pranohet duaja, nëse ndaj atij tjetrit po bëhet pa drejtësi që i drejtohet ajo dua për të. Po. Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket pyetjes, përgjigjja është kështu. Nëse ti e mallkon ato që ty të ka bë pa drejtësi. Ato që të ka hitur në hak, ajo është pe besimtarun musliman. Këtu është më thonë ajo që më thonë kujdesi ndaj ti, sa i të ka bë ty pa drejtësi, edhe e meriton dënimin, e tash ti lutesh e mallkon ata, atëherë ti këtu e ke tregu veten që po je hakmarrës. Çka do të më bë? Me kërku hakun pa mallkim, me kërku drejtën tonë pa mallkim. Sepse Zoti është hidhur në të, sa i ty të ka bë pa drejtësi edhe kur të mallkosh ti, ndoshta Zoti e vret atë, e dënon, ndoshta jap dënimin e dhimbshëm, e pastaj çka ti mundesh edhe më pendu nesër apo pas nesër. Këtu është qëllimi, se nëse ai të ka bë ty pa drejtësi zullom, ti mallkoj sa dush. Nuk është se jo po tash edhe neve na mallkoj njerëzit. Po. Se ti e vol, pse po fol për fe, Zoti të vratë, Zoti shkatërroftë, kështu ku ta dioni runa Zot. Po në momentin kur ai ty të bën diçka pe padrejtësive apo pe veprimeve jo të mira, edhe tash ti nervozosh edhe mallkon Allahu kështu, Allahu kështu, nuk kanë rregull sepse ndoshta e godet dënimi i Zotit. E pastaj çka nesër pendohesh. Pastaj do të më pas parasysh. Çka përfiton ti? Çfarë fitimi ke ti në botën tjetër nëse dikush digjet për shkak të tonë? Çka ke fitim ti nëse dikush hin xhenem për shkak të tonë, për shkak të mallkimit tan? Ose për shkak që ti ke drejt me marr hakun, po çka përfiton ti? Sa ti tash nuk jemi na, kur shkojmë botën tjetër, hin xhenet ti mund nuk je me ato i natet e me xhelozinë, me urrëtitjen ndaj aty në keqbërzve. Ma atje s'ka urrëtitje, s'ka xhelozi, s'ka i nati, s'ka smir, s'ka as i sprova shyshan jetën e kësaj bote. Kështu që lani njerëzit, se ata vetë ballafaqohen me veprat e veta, jo mjafton atyne do me thonë e keqja atyne, po çka me thonë, o Zot, drejtoj, o Zot, na ruaj nga e keqja e tyre, apo nga dami, apo nga ajo që mund me dalë prej tyne, apo nga punët që mund me i bë ata që janë prej punëve jo të mira. E qartë. Mirë, një pyetje tjetër që na është drejtuar, mirë mbrëma thot për juve dhe për hoxhën që keni në studio. E kam përcjell thot bisedat e hoxhës në për shumë media dhe e preferoj sepse është shumë i gjithanshëm në përgjigje. Prandaj ka marrë si shkas që ta përcjell emisionin e tij të rregullt në televizionin tuaj. Nuk është thot që konsiderohem shumë i udhëzuar edhe pse e besoj Zotin një, thot, por akoma nuk jam i plot me namaze. Thot, ka raste që harroj se duhet falem edhe më ik ndonjë namaz. Si ta shmang, thot, këtë çështjen e harresës namazeve? Po, bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket namazit do të më kuptue se namazi është përditshmëria jonë. Namazi është çka jeta jonë, namazi është lidhja jonë me Zotin. Edhe besimtari kur e fal namaz, po e fal namazin e sabat. Tash ku i ka met? Met i ka ku do ta fal namazin e drekës. A do ta fal në xhami, a do ta fal në punë, a do ta fal në rruga, kudo që është. Nuk mundet me tik, si ti kish ti mend tek namazi, si ti jesh i preokupuar për namazin. Amo nuk do të shumë kështu. Një 3 javë, një muaj ditë kështu do mi pas met. Tani bëhet rutinë. Jo, tani mo është realitet, se s'mundesh me jetu, se ta lyp shpirti, ta lyp trupi, ta lyp zemra namazin. Vjen koha e drekës, e lyp mes ditë, vjen koha e kindis, e lyp pas dite, vjen koha e akshamit, e lyp namazin e mbramis, vjen koha e ecës, e lyp namazin e natës, para xhumit. Pra, veç duhet një 3 deri në 4 javë në mënyrë intensive me punu me veten. E kalit. Edhe dal nga dale, edhe me lutë Zotin, nëse e shet që s'po të funksionon, lutë e Zotin. O Zot, une jam rob gabimtar, ndoshta edhe gjunahçar, harrestar, po harroj, o Zot, ma kujta kohën namazit. Edhe tjetra, mos
mos më mjafto veç me veten tonë, edhe me datë, po merr edhe sebepet shkaqet. Nëse je martu mi thurrusit me ndërmen kohën namazove, nëse ki fëmijë, thu edhe fëmijëve, nëse nuk ki grua, ki prind, ju thu prindve, ju thu vëllezër, ju thu motra, nëse je me kolegë punë, thu o vllazni, o shok, o kolegë, që në ndërmen se po mik dreka shpesh herë. Po edhe nëse tik pak, për shembull dreka në orën 13, po edhe në orën 14 bën me fal, që ka ik, ama çu ka mundsi pe orës 13. Nuk po mundet ky me mbind mos, po më kuptuar që mundet me ik kështu. Pe orës 13, te në ora 16, 17, 18, i këndi jashtë. S'po mëresh në 16 kur o koha, në 16:30, në 17, 17:30, 18. Qysh ka mundësi me ti ka të shumë. Te deri sot të namazit tjetër. Ndoshta si po mundohem ta justifikoj si fillestar në kuptimin adin, edhe mund të jetë por si te ka për qëllim, e ka preokupim namazin, lehtësohen rrugë. Nëse nuk është prioritet, nuk është në atë agjenden me prioritete, namazi harrohet. Amo kur t'ja qish prioritet, e kam pa tjetër ndër punët kryesore gjatë ditës namazin, të rëndmenja. Kështu që ato që kanë kaluar, pëndohet tek Allahu, por prej tash e tutje, e shtin kokë. Që tash kur jemi na duke fol, me atë ku do të më pas? Yatsin ku ka më fol. Kur të bësh me fjetë lut Zotin me ta mundsu me vëzu për sabah, e kështu më radhë. Plus është një përparësi e madhe që është ezani çdo kohë, edhe ezani ta kujton që jemi në namaz. Mirë, një pyetje tjetër. Selamu alaikum Avni dhe Hoxhës Fadil për të dy, aleikum selam. E kam thot vajzën tashmë për të filluar, për të regjistruar në shkollën e mesme. Po kam dëshirë thot që ta drejtoj në medrese, por ajo thot nuk është që nuk ka dëshirë, thot po e ka më shumë prirje për juridik. A duhet me qenë pak më shumë unë imponues, apo si me vepru, sepse dëshira ime po më duket më reale se sa e saj. Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket shkollimit të fëmijëve, nuk duhet me u imponu fëmijëve se çfarë shkolle me përzgjedh. Do të me i lënë të lirë, edhe me u shkollu fëmijët në ato shkenca, qofshin ato shkencat natyrore, apo qofshin shoqërore, apo sociale, çfarë do të qofshin, apo gjuhësore, ku ata e ndjejnë veten mirë. Jo me u bush prej si kur të na. Nëse ka babën mjek, edhe nanën, patjetër tash edhe fëmijët me i qunë mjekësi. Nëse i ka prind një juridik apo kanë studiuar jurisprudencën, me i qunë atje një juridik. Nëse i ka ekonomista në ekonomi. Nëse i ka në shkencat matematikore, fëmijët atje. Nëse i ka këto, fëmijët atje. Nëse është hoxh, fëmijët me i qunë për hoxh. Jo. Ti fëmijë jam mëson fëmijëve mirë, pesh në shkollë hiç. Edhe kur janë domethënë ciklin e ulët të shkollimit, klasën e parë, dytën, tretën, katërt. Pastaj fëmia nëse kalitet mirë, e merr fen mirë, nuk ka problem ku në shkollë. E nëse fëmia ty të thotë i kam 2-3 opsione, e një prej tyre është medreseja, ti si prindi thon medrese. Pse unë nuk po duhet tash këto me u lavdu, po nuk kemi një shkollë me rregull, me disiplinë, me përkujdesje, me profesor të diplomuar në botën islame, me titull shkencor, të përkatitur, nuk kemi një shkollë të ngjashme diku në Kosovë si kur medreseja për momentin. Por ata që janë me 2-3 mendje, po, valla ka do mendje për mjekësi, leje mjekësi, e ka do mendje për një drejtim tjetër, leje të gjenë vetën aty ku ai e ndjen, e ti tash më imponue. Njëri është i lindur për mjeka, për inxhiniera, për arkitekti që atje bën e hoxh. Nuk shkon ajo. Po kom që po çefi, edhe realiteti është diçka tjetër. Po, e kuptueshme. Mirë, po e rikujtoj edhe një herë shikues të nderuar që jemi në transmetim të drejtë për drejtë në Radio Televizionin Pendimi dhe komunikimi juaj është i mundur në +38 345 471 848 nëpërmes Viber. Mund të drejtoni me anë të pyetjeve me shkrim ose me anë të thirrjeve telefonike. Dhe ne jemi këtu së bashku edhe diku për mbi 30 minuta, po besoj.
Nëse nuk gabohem, kemi linjet telefonike, apo jo? Mirë. Atëherë po vazhdoj me pyetje me shkrim. Selamu alaikum juve dhe hoxhës, aleikum selam. Ju shkruaj thot nga Belgjika dhe kam disa kohë thot që po preferoj të kthehem në vendlindje. Një prej shkaqeve kryesore thot është praktikimi më i lehtë i fesë në vendlindje se sa këtu tek ne në diasporë. Çka më kishit këshilluar i nderuar hoq, duke pas parasysh që mundësitë e mia financiare dhe kushtet më premtojnë që të jetoj edhe në Kosovë me një jetë dinjitoze. Bismillahirrahmanirrahim, sa i përket atyre vëllezërve që janë në diasporë, kudo që janë nëpër botë dhe kanë mundësi të kthehen, edhe kanë stabilitet ekonomik, do të thonë ekonomikisht janë mirë, kanë mundësi të thot me zhvillu biznesin apo profesionin apo punën që e bojnë edhe në Kosovë, ata me urgjencë do të më kthi. As nuk bën me bo krahasim, se është krahasim i paqëndrueshëm me mendue që gati si njëjtë, si në Kosovë, si në Belgjikë, si në Zvicër, si në Austri, si në Sloveni. S'ka krahasim, hiç nuk ka krahasim. Kështu që ky vëllau edhe të ngjajshëm me ta që kanë ata qëndrueshmëri ekonomike, stabilitet ekonomik, edhe i dëgjojnë familja, sepse disa shembull po dojnë më kthi, po gras pjo kthehen. Po. Tash me prish familjen, qysh me prish? Disa dojnë më kthi, po fëmijët pjo kthej. Tash me lën fëmijët nëpër rrugët e Evropës ti më kthi, edhe kjo problem. Ama po dëgjon gruaja, po dëgjon fëmia, o vlla nesër, po këto, nesër bënë gati. Unë s'po them prishi letrat, hope pasaportin, apo nëse ka në shtetësinë se një pjesë e madhe e shtetet të Evropës e lejojnë 2 shtetësinë. Për shembull, ka shtetësinë e çatij shtetit ku është, edhe ka shtetësinë e Kosovës, të dyja ti mban, edhe letrat ti mban, ama ktheu, se edhe këtu ka vende punë, edhe këtu ka punë, këtu të natë punëtor nuk po ka. Ka mungesë të fuqisë punëtore, apo shifni që tash e kanë nisë njerëz në orë prej Bangladeshi, kanë nisë në orë prej Pakistani, prej Indie, prej Nepalit, tha dikush, prej shumë vendeve të lindjes së largët kanë filluar me ardh njerëzit me punu këtu. Kështu që sa vinë të tjerët, punojnë vetë në anin tonë. Andaj këtë vllaun edhe të tjerët që kanë këto mundësi, e këshilloj që të kthehen sa më shpejt. Sa më shpejt se nuk ka, sinqerisht po them, nuk ka ndonjë vend në Evropë më mirë se sa në Kosovë. Në të naont i rrethum me familjar, me fëqin, me miq, me dashamir, i rrethum me shkolla, me xhamia, me gjitha çka i duhen. Nuk mjafton 5 ditët me dëgju ezan. Në Evropë merr mall me dëgju ezan, veç nëse shkon në xhami edhe atë veç brenda 4 mureve të xhamisë. Se shumicën e vendeve, shumicën pjesën dërmuese të xhamisë as ndabërd nuk u zon më thirr ezan, se ankohen fëqit e xhamisë. Pastaj namazi me xhamat, kudo që të zën, po ezan Prishtinë, në Mitrovica, në Gjelan, në Ampeja, në Ferizaj, kudo që ti është, thot ezani, apo don këtu, apo don aty, apo don. Në për fshat, në çdo fshat. Elhamdulillah, mbi 900 e sa xhami janë. Elhamdulillah. Andaj këshilla ime është që kthehuni për shkak se një ditë do të bëhet vonë. Çka do të thotë ndoshta nxan vdekja, edhe ti shkon me imun, po çka do të bëhet me ata pasardhësit e tu? Këto probleme son spe konfliktin që kjo gjenerata atje që kanë shku prej këtu ujt, po ata që kanë lind atje, e ata që do të vinë pas tyne pastaj, kur prindët e tyre nuk janë më prej Kosovës. Prindët e tyre janë prej Zvicrës, prej Gjermanisë, prej atje, prej Belgjikës, prej shteteve tjera. Po bëhet, si me thonë, gjenerata e parë, dytë, e tretë që kanë lind atje, dhe tani bëhet. Mirë, një tjetër pyetje e ardhur me shkrim në këto momente në studio, thotë kështu: selam juve dhe hoxhës dhe gjithë shikuesit e radio televizionit Pendimi, mbeten të përshëndetur nga unë. Po ju dëgjoj, thotë, me kënaqësi, dhe ishte një trajtim i temës që bëri hoxha në mënyrë shumë të bukur. Por e kam, thot, një hall në çështjen me sa e kuptova unë të mallkimit tek
të tjerëve të cilët na kanë bërë keq. Nëse ne i mallkojmë, a nuk kemi të drejtë për shkak të keqës që na e kanë bërë? Dhe thot, nëse kemi të drejtë, atëherë pse të mos i mallkojmë? Se për këtë mallkimit të thash më herët, na kemi drejt me i thonë, o Zot, une nuk po mundem me marrë hakun me rëti, ama jam i mallku me thonë, Allah shkatëraj, se ty s'ka shkatërua. O Allah, digjen zjarë gjehnemet, ty s'ka qunë zjarë gjehnemet, ty ta ka nëzi jetën këto, s'ta ka nëzi jetën e ahiretit. Pra, mos mi kalu kufit, se nëse të bëhet zullëm, nëse të bëhet pa drejtësi, ke drejt me lip hakun tënë. Po jo me mallku, se mallkimi është me largu Zoti prej mëshirës. Ai pse ty të ka bo zullëm, të ka rrejt, të ka marr parat, ai ty s'ka gjujt zjarë xhenemit. E mallkimi do me thonë me largu Zoti prej mëshirës vetë atë njeri. Mallkimi është me largu Zoti atë person që të ka bu ty pa drejtësi prej rahmetit, prej mëshirës. Pa i shejtan nuk është me largu Zoti prej mëshirës vetë ata. Për një gabim. Kështu për një gabim të lipe hakun tën, o Zot ktheja ato që më ka bo mua, unë s'po mi ja këthyje, edhe pse unë mendoj mas miri me i falë, pse? Se ty të falë Zoti. Ti e falë dikon, Zoti të falë ty. Ti ndihmon dikuj në materialisht, Zoti të ndihmon ty. Ti ja largon dikuj një hall një brengë, Zoti ta largon ty. Ti ja largon një të keqe, Zoti ta largon ty një të keqe. Ti ja më shef dikuj një të keqe, Zoti ti më shef ty shumë të këqija. Kush përfiton këtu? Përfiton ti vetë, jo dikush tjetër. Mirë. Selamu alaikum, thot për juve, avni dhe e falemderoj po ashtu dhe Hoxhën Fadil që është pjesë e programit, si zakonisht në kënaqi thot me këto këshilla, edhe jemi shumë të kënaqur me ata që ka po realizoni. Përveç një pyetje të shkurtër që pata për Hoxhën Fadil, deshta dhe ty përshëndes. E pyetja ime është kështu. A ka mundësi, thot, të më spjegoj, a duhet në çdo rekat të namazit, kur para se të filloj të këndoj Elhamin ose surën Fatiha, ta nis me Bismillah? Po. Se përket leximit të sureve, është një rregull. Ato sure që i lexojmë nga fillimi dhe e kanë Bismillahin aty në fillim, lexohen me Bismillah. Ndërsa ato pjesë të Kur'anit, për shembull, në namaz e lexon ajetin e fundit ose dy ajetet e fundit të surës El-Baqara, Amen ar-Rasul. Tash aty a ka Bismillah nuk ka. A do të më thon Bismillah nuk do të më thon. Po për shembull e lexon Elif Lam Mimin. A ka Bismillah po? E lexon Bismillahin heshtje, pastaj thuaj Elif Lam Mim dhalikal kitabu la rayba fi. E kështu me radhë. Pra, ku ka Bismillah, e fillon me Bismillah. Fatiha ka Bismillah po. Çosh kom edhe nis me Bismillah, edhe deri në fund të vazhdon. Pastaj surja tjetër, a ka Bismillahin fillim, po këndon sure nga fillimi, po a ka Bismillahin e thua dhe Bismillahin. Po valla po du me këndu pjesën e fundit të surës Amma yatasaelun. Ajo një faqe e gjysë. Ti po do me kënu një 3-4 rreshta në fund. A do të me thonë Bismillahin jo, pse s'ka Bismillah aty në fund. Po du me janis për fillimit Amma yatasaelun, a ka Bismillahin po, janis me Bismillah. Vetëm se Bismillahin e bën në heshtje. Bismillahin e bën në heshtje. Një dëgjues na përshëndet me selam aleikum, thot tek namazi i vitrit, aleikum selam, tek namazi i vitrit, duan e kunudit thot nuk e di. A bën thot me e zavendësu ose unë e them thot Amen ar-Rasul. Jo, nuk është në rregull. Ti nuk bën me zavendësu, po ti bën me mësua. Kur ke mujt me mësu ti Amen ar-Rasul, e mëson edhe ata se Amen ar-Rasul është më e gjatë se sa doja kunut. Po. Edhe çështë është rregulli. Me mësua. Po valla nuk po më mësu për një ditë dy, atëre mos e këna me në Rasulli, po këno Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Pse? Sepse këtu janë do, ose Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, se këtu janë do lutje. Lutje e këtu kanë thonë dietarët islam
pasi që kunuti është me do me lutje, edhe që to ajete që janë me lutje, këndoj me lutje këto. Po, nuk ka mundësi, dikush sot mos me mujtë me mësu, edhe ai që ka 80 vjetë, veç e lëshon telefonin, 10 herë, 20 herë, 30 herë, doja kunutit për 24 orë dhe i plakëm, se lemo këta të rritë. Te çështja e namazit vitrit është një pyetje tjetër. Një shok timi thotë e falim namazin e yatsis dhe pastaj e falim edhe vitrin, por ai e fali thotë vetëm me 1 rekat. Po vitri minimumi është 1 rekat. 1 rekat, 3 rekate, 5 rekate, 7 rekate, 9 rekate, 11 rekate. A kupton? Vitri nuk është veç 3 sikur të na. Bën edhe 5, bën edhe 7 edhe 9. Po s'po monesh, je në udhtim, je lodh, fale veç 1. Ama 1 nuk bën me bo, mos me fal hiç, se dikush e lën krejt. Runa sot. E thashtu ndoshta po e shtoj unë si pyetje. Vitri është farz? Nuk është farz, vitri në dhejbin Hanefi është vajib. Është një dispozit nën farzën, ndërsa në dhejbet tjera është sunet i fort që nuk e kalon kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as në udhtim kur ka qenë nuk e ka kalon. E tash na kur e bëjmë një punë, të me bësh që ka bëj pejgamberi, e kalon pejgamberi, e lam edhe na. E ka fal, e falem edhe na. Qysh e ka bëj? Shumë mirë, për sjarim tjetër. Mirë, shikues të dashur e dëgjues të nderuar të Radio Televizionit Pendimi, jemi drejt për së drejti akoma duke u shoqëruar së bashku, është 21:06 minuta në studio ora. Dhe ne po vazhdojmë duke përsjell pyetjet e juaja me shkrim që kanë arritur në studio. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Aleikum selam. Deshta të bëj një pyetje për Hoxhën. A ka, thot, mundësi të më spjegoj pse duhet që të therret 2 kurbana për fëmijën djalë e 1 kurban për fëmijën vajzë? Nëse ka patjetër me ditë, atëherë përgjigjja është se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk ka gjatë keqe edhe për djalë me therr 1, për vajzë 1, kur far problemi. S'ka ndonjë urtësi që fshehet. Jo, nuk ka aty diçka që është patjetër kështu apo ashtu, se janë disa veprime, sikur për shembull, pse akşamit 3 rekate, e ikindia 4, yatsia 4, po shtrë edhe akşamit 4 për shembull, ose 2. Pse i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Or Xhibrili ka thonë falë kështu, ose leximin e sureve. Pse Fatiha në çdo rekat? Pse mos me bëj Allah në çdo rekat për shembull? Se janë domethënë disa veprime të prera, të caktuara që bën ashtu, ndërsa sa i përket akikës, kërkush nuk ka thonë që është patjetër me i prej për djalin 2. Preferohet për djalin 2, ndërsa për vajzën 1. Pastaj kjo preferohet, nuk është që po thot dikush a dohet me i prej 1 a 2. Kur thot dohet, atëherë është obligim, po duhet me parashtru pyetje mbar. Pyetja mbar parashtrohet sa preferohet për djalë, sa preferohet për vajzë. Sepse si të themi duhet, atëherë i bën sikur me qenë farz. Akika, therrja e kafshës për fëmijën e posalindër apo kurbani për fëmijën e posalindër nuk është obligativ, por është çka? Është fakultativ, është vullnetar. Nuk ka farz, po çka? Por është sunne, është sunne. Mirë. Mirë mbrëma për ty moderator dhe për Hoxhën që keni në studio. Po ju shkruaj nga Presheva dhe thot jam që një kohë të gjatë këtu në Kosovë duke bashkëjetuar me një vajzë, do të kemi kuror, por thot po e quajmë bashkëjetesë edhe pse jemi të kurorzuar. Shpeshherë kur më pyesin njerëzit, më thonë pse po i thu bashkëjetesë përderisa je i martuar. Ndërsa ne po e pëlqejmë kështu ta quajmë njëri tjetrin, a ka ndonjë problem kjo çështje? Ka shumë problem. Okay. Ka shumë problem se ky pyetje që ka bëu pyetjen që ka indikuar për këtyne që nuk janë fetar, për këtyne që janë domethënë pa kur farë parimesh njët. Këta veç i ndjekun qefet e veta, këta bashkjetojnë, na musliman nuk bashkjetojnë. Kur je ku në horizont ti je martum. Pse pe përdor atë
terminologjinë e ignorantave, të xahilave, të atyre të pafeve. Bashkjetim është me bo zina. Bashkjetim i pamartum, po me jetu me një femën të huj. Që kjo është me bo imoralitet. E ti i kunorizu mu po bashkjetoj, mu po pengon kjo shpreje. Ka e nxirët i këto, ka e murë këto me bashkjetua. Ku ka në islam me bashkjetua? Në islam ka dy gjona, ose me jetu me bashkëshorten, jetë halal dhe me fitu shpërblime, ose me bashkjetu pa konor në haram. Qëto dyja janë. E po tash na jetojmë bashkina konor, po ti i martu mje, vëlla. Ti konorën e pas ke bo. Ti qysh me thonë, sikur tash të me thonë, edhe në prope quj tash të bashkjetis, s'pe quj mo jetë bashkërtore. Mos ndika kështu. Me thonë, kjo është shkurt pamësi, mos mi po gjonat lartë, po tu i po ngatë. Po thuj njerëzit, hajtë për bëj edhe në qështu. Jo s'le jo të vllai ndëru me thonë, po bashkjetoj, po jetoj me bashkëshorten time, me gruan time. Dhe sa e ke bo konor. Edhe kështu edhe do të me qenë, se nëse si e konor dhe jeton me ta, bashkjeton me ta, ti jenë haram, se ti s'ki kur far regullit, s'ki kur far kriteresh të plotësume për me qujt ato jetë, qka? Jetë bashkërtore, sepse asë s'është marrë leja për i përgjithësit se saj babes, asë nuk është marrë pëlqimi i të dy palve, pra aty në familjare, pra dëshmitarve, asë se ka dëshmu kërkush martesen, apo konorën tuaj, është saktu dhurata e konorizimit. Në këto raste, kjo është lidhje e fshet. Kjo lidhje që është e ndaluar, bashkëtesë e ndaluar. Kjo nuk ka qenë kur të muslimanët, as ka me qenë kur, as nuk ka qenë kur të populli jonë, kur të këshush edhe me traditat tona. Andaj djali, që qenë ka ndiku shumë për i këtyne që s'janë fetar, edhe që po ndikuan shumë edhe trijeke, po zinxhirin këtu, vothin këtu, pse? Po Allah e krejt për ingjesin. Po mirë, e me dalë nesër njerëz ditë deshëna, dhe na do të me dalë deshëna? Jo. Ke po ki edhe në xhami shamu me vath aty. Zinxhir, fët, zinxhir dorë, zinxhir kënina, zinxhir anina, pse? Ti pata të tjerët, po menoj që sikur ata po bënë. Po të rrë valla se zot një që ashtu gjyshie. Shumë e thar. Na kena një model tjetër, ata kanë një model tjetër, ata që janë të pafe, kanë tjetër model, na që jenë fetare, kemi një model tjetër. Ne kena modelin e njerëzimit, që nuk venit dhe asnjëherë dhe nuk shuhet, ajo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, një tjetër shikues, selam për ty Avni dhe për Hoxhën, aleikum selam. Ju përshëndes dhe u gëzova që të pash Avni, sepse na ke mungu që një kohë, Allah ju shpërblet, faleminderit. Deshta të ju bëj një pyetje. Brenda kolegëve të punës, po e shoh që ka her pas here debate të ndryshme rreth aspektit të fesë dhe rreth besimit. Një kolege e imja duket që ka thot shumë njohuri ka aspekti fetar, sepse kur i thot disa gjëra, unë i kam dëgjuar thot edhe prej xhallarëve të tjerë. Por ajo në vetën e saj as nuk është e mbuluar dhe veshët her pas here edhe në mënyrë provokative. Kam tentu thot që ta bëj bisedë këtë çështje me të, por nuk kam has thot në mirë kuptimin e saj gjatë kësaj bisede. E di, thot, se ma ka cek që e përsjell edhe emisionet e juaja. A kishit mundur, thot, nëpërmes ekranit, ja kalonit një këshill për këtë kolegën time, të lutem Avni pa emra. Allah ju shpërbleft, faleminderit shumë, nuk dham ndonjë emër. Nuk është e kësaj, domethënë, natyre në mirë qast është për persona privat. Të veçantë. Po, dhe me ndryshu rrjedhën e emisionet, se që ashtu me qelë derën, ty çdo ditë e ki dikush kështu, dikush ashtu. Një gjë që kisha këshillue këtë vëllaun është me kuptu se ajo motra, në disa gjana, në disa çështje ka njohuri, edhe i trajton, edhe i interpreton ashtu që ka lexu mirë, apo që ka dëgju prej hoxhallarëve të nderuar. Aty ja pranon. Në anën tjetër, mungesa mbulesës, ajo është emet e sajna. Veshja runazët provokative është emet e sajna. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ajo, ato gjana që i ka kuptu mirë, ja u din vlerën, ja u din rëndësinë, ato i praktikon. Këto gjana që si ka kuptu mirë, edhe nuk e din vlerën, rëndësinë, edhe nuk i din pasojat
e mos kryerjes së këtyne gjanave e bjen atë gjendje që ajo me dalë pambulese, me dalë provokative. Pse disa vajza, disa gra janë mbulume, disa jo. Se këtu që i kanë kuptuar rolin, rëndësinë e mbulesës e praktikojnë. Edhe kanë kuptuar dhe pasojat. Edhe pasojat, sepse nuk mundesh me thonë njëjtë është si me mbulesë si pa mbulesë, asnjëherë. Thot dikush po edhe ato janë të ndershme, kërkosh runë e Zotit, nuk absolutisht nuk gjykojmë as që him ka çështja e moralit, e ndershmërisë. Mirë po, asnjëherë nuk tentojmë me i barazu me thonë njëjtë e kanë. Sikur disa ke po që thonë, me rëndësi zemrën e mirë, ti falësh për vetë, unë s'falë, po, ti falësh, unë s'falë, kom zemrën e mirë, ti të mirë. Njëjtë jemi, jo s'jemi njëjtë. Kur njëherë s'ka sot, ai që falet me ato që s'falet. Sikur, me thonë, ai që agjeron, edhe ky që s'agjeron, njëjtë janë, të dytë janë zemrë mirë, po nuk është ashtu. Edhe dikush po pas, me rëndësi është që ka namazë, sa me rëndësi ka mbulesën. O, mbulesa është farz, është ligji i Zotit. Prej njërit parë, havës, gruas e parë, e denjë kiamet është farz. Farz edhe të jehudit, farz edhe të krishterët, farz edhe të muslimanët është mbulesa. Gjithmonë ka qenë kjo. Bile edhe me traditat tona ka qenë deri para 3-4 viteve. Ku ke pas ti nana, apo hall, apo teza, apo gjyshet po mbulumet. Bëmi të sinqert. Shumë sërt. Që 35-40 ndryshoj se po ka punuar sistemi komunist për 45 vite, 1945, 1990 është punuar në mënyrë sistematike, intensivisht, janë deri fonde, mjete, çka me i largu njerëz nga feja. Dhe nuk kanë arrit krejt, kanë arrit deri diku, po jo krejt. Kështu që njeriu kur e bën një gjuna, e bën për shkak se nuk i din pasojat. Kur e lën një farz, e lën për shkak se nuk e din vlerën e rëndësinë e farzit. Që ke mota që po di ka shumë gjana, elhamdulillah, Allah është përbleft. Kjo nuk e di vlerën e rëndësinë e mbulesës, se vallahi nuk del pa mbulesë. Ja një ditë, pa një minutë nuk del pa mbulesë. Edhe në katin e 12-15 me qenë banesat janë nalt, në penthouse me jetu, nuk del pa mbulesë e tutër, thotë mos po mshef dikush, prej dikun tjetër. Kur e kupton mirë. Andaj çka? Ato tema që i qëllon, ju çka, do të me qenë të knaqën, që po kontribon në këto gjana, mos me miratu ato me thonë, në regull, ti po din shumë sene pe për krafin, në regull, pëse se ki mbulesën. Këto me i thonë, këto se ki me ven. Ne urdhën Zotit s'pes qënë ven. Ne urdhën Zotit nuk i të qënë ven. Edhe kjo pe urdhave, shumë të rëndësishëm për gjinin femnore. Nuk është bësh urdhë kështu shkele shka. Po është një prej farzave, prej urdhave të prerë të Zotit që duhet me mbulu prej kur hyn pubertet, e deri sa të ndahet prej kësaj bote. Mirë. Një pyetje tjetër më duket pak interesante si çështje. Thotë, pse në Islam thotë ka shumë vlerë femra, ndërkohë thotë na është thënë që më së shumti në xhehenem ka femra. Çka ka këtu diçka që s'po përputhet. Këtu çka ka? Do thonë femna, gruaja ka pozit. Po. Gruaja ka pozit nalt. Mirë po edhe për shkak të refuzimit, të fesë, për shkak të refuzimit të urnat të Zotit, një pjesë e madhe e grave do të jenë në xhehenem. Çka ka këtu të keqe? Këtu s'po thatë Allah që këmë ishti krejt, ato që kundërshtojnë, ato që refuzojnë fenë, ato e kanë ato dënimin e dhimbshëm. Ose do të pas parasysh se një pjesë e grave, çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yakfurun lil ashir. Çka i bën kjo? Kjo i bën që i mohojnë lidhjet familjare të burrit apo lidhjet e familjes. Një pjesë e tyne i kundërshtojnë burrat e tyne, një pjesë e tyne i prishin familjet e tyne, një pjesë e tyne i prishin familjet e burrave, një pjesë tjetër bën ato tjetrën, një pjesë tjetër merren me do gjona që s'duhet me u marr, edhe për shkak që bojnë këto e meritojnë dënimin. Tjetra, që duhet me pas parasysh, është se edhe këto e kanë thonë ulemoja dietarët islam, ka më shumë gjinis femnore në xhehenem, për shkak se edhe në këtë botë numri i grave është më i madh se sa numri i burrave.
numri i grave është më i madh se sa numri i burrave. E tash kur ka më shumë, normal që në xhenem ka më shumë. Tjetra do të më pas parasysh se një pjesë e grave, s'po them krejt, po janë një fitnë e madhe që shpesh herë jo që janë fitnë veç për burrat, po janë fitnë edhe për familjet, janë fitnë edhe për të tjerët. Andaj në bazë të veprave të tyre, ato çka e kanë vendin e caktuar se përndryshe jo që i diskriminon feja. Ku ka një grua besimtare muslimon që në rrugë Zotit që në xhenem. Po krejt me bu besimtare, krejt Allah i fut në xhenet. Kur farë problemi s'është. Amo derisa ato mohojnë Zotin, mohojnë dispozitat e Zotit, mohojnë lidhet farefisnore, mohojnë familjet e tyre, mohojnë familjet e burrit, prishin raportet e burrit me familjen e tij, atëherë vinë disa dënime të cilat e bojnë numrin e tyre më të madh se sa të burrave në xhenem. Allahu ala. Po mos u shqetëso, sepse ajo ka pozitën e merituar edhe si vajzë, ka vlerë, se sa koha tash me fol për pozitën e femnes, po duke filluar si vajzë është e bereqeshme ardha e asaj familje. Pastaj si non ka pozitë madhe, pastaj si grua ka pozitë madhe. Ku do të kështu, do të thotë në çfarë do gjendje që është, ajo ka pozitën të pakontestueshme. Një pyetje e fundit që deri më tani të paktën e kemi. Asalamu alaikum për ty Avni dhe për hoxhën. Aleikum selam. A është e mundshme të më jepni një përgjigje për një shqetësim timin? Thot ka disa vite që fëmijët e mi janë shumë të pakujdesshëm. E kam pa thot që unë jam me mbulesë dhe bashkëshorti im ka mjekur dhe ne përpiqemi që të sillemi brenda rregullave të Islamit. Por ata duken, thotë që nuk janë besimtarë, thotë nuk i paragjykoj më shumë, por sjelljet e tyre janë shumë arrogante në raport me neve. Ne shpeshherë përpiqemi që me mirësi dhe me qetësi ti bisedojmë problemet me ta, por ata për shumicën e rasteve thotë neve na drejtohen me arrogancë. Çka na këshilluar që të veprojnë në raport me ta? Unë kam mendu her pas here thotë që ti shkëpus komplet komunikimin me ta, por jemi me dy herë ballë për ballë në të njëjtin apartament. Sa i përket sjelljeve me njerëzit përgjithësia është parim, është rregull që besimtari duhet të sillet mirë. Sa i përket komunikimit, do të me fol mirë. Allahu Teala thotë: "Wa qulu lin-nasi husna", me njerëzit folni fjalë të mira. E nëse ata ju flasin fjalë jo të mira, ju i reduktoni edhe fjalët e mira me ta. Sa më shkurt. Pak fjalë, po një përshëndetje, edhe ato gjinia mashkullore me gjini mashkullore, gjinia femërore me gjini femërore, se ti si grua besimtare musliman që ki nevojë të më fol burrave aty, që ki përballë apartamenta, që ki në të djatha, ki të majta, ki në alta, ki poshta. Por gratë komunikojnë me gratë, burrat komunikojnë me burrat. Nëse ata don, e vazhdoni. Nëse nuk don, gjonat janë definuar, sanit janë definuar, secili këshir punë të veta, edhe e vazhdon. Nëse ata nuk e kthejnë përgjigjen, ju përshëndetni. Qysh kanë qef ata? Përshëndetje, mirë dita, mirë mbroma. Jo në gjatë jeta. Qysh ata të dëshirojnë përshëndetje? Nuk kanë fare probleme. Se ata nuk kanë për atyne që do të mi përshëndet pa tjetër me selam, kur nuk dihet ende a janë musliman as janë musliman. Në bazë të përshkrimit që ka bërë kjo motra, edhe ato pikat që ju ndajnë juve me ta janë të qarta, se ajo është çështja e fesë, andaj ju do të më ruajt ato traditat fetare, edhe nga traditat fetare është çka me usill mirë me fqinjet. Ju gjithmonë, edhe nëse sillat a keq, ju mundoni me të mirë me u kthye. Deri kur një ditë të teprohet, atëherë do të më tregu se cilët ku e ka vendin e vet. Tash janë edhe njerëz që mundin me ndërmjetësu nëse bëhet zollon pa drejtësi e madhe, tek e fundit janë edhe organet e rënit.
se këtu na nuk I kemi policë të Serbisë apo të Malizit, kemi të vendit tonë, besimtarë janë, musliman janë, e para qëtë rastin, po inshallah nuk vjen deri aty, por duhet me lënë derën e komunikimit të hapur. Jo për një shkak një sjellje të mirë, për shkak se I kanë lënë këpust, apo për shkak se e kanë bë papastër aty, do me thonë atë pjesën e hyrjes në ndërtesë, apo atë katin ku jeton, ku e dyne shka kanë bërë diçka, për shkak të zhurmës, nuk më shput lidhet. Po të keqen me kthyme të mirë, edhe her pas here, nëse keni mundësi, për shembull, Fitr Bajram, për Kurban Bajram, në dhurat, në diçka, nëse marrin, mundohani me të mirë, nëse nuk dojnë edhe thojnë, nuk dojmë komunikim, në rregull, nuk komunikoni, ju nuk keni kurfar mëkati, kurfar gabimi, kurfar gjenahi, po nëse kanë nevojë për ndihmën e juaj, mi avrujt banesën, apo runa Zot me pas në sprovë, për shembull me zjarr, apo me I vërshu ujtë, me kërsit në cevi ujtë, apo diçka, mundonim ju gjindë aty në ato sprovat, nëse kanë ndonjë smut, nëse kanë nevojë me dërgu në spital, sidomos natën, kur dikush nuk ka kerr, ose kur dikush është I vetmu, mundani, pra, gjitha mënyrat me usill mirë, me ta, sa ka mundësi. Nëse ata I kanë tira ide, tira mendime në raport me ju si fqin që zojnë me komuniku fare, ato flasin kur hiq, atëherë edhe ju ndërprejni, edhe kur farë gabimi zbëni, kur farë gjenojnë në bëni. Okay. Mirë, këto ishin paka shumë pyetjet të laramënie pyetjeve sonte kishim në sferat ndryshme, por e rëndësishme që u përpoqëm t'i japim përgjigje për të gjithëve. Allah e shpëbleft I dashtën hoqë për pjesëmarrjen. Allah e shpëbleft edhe ju dhe të gjitha ata besimtarë që deri në këto momente ishin me neve deri në takimin e radhës nga ana ime. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Edhe nga ana ime, të dashur shikues e dëgjues të Radio Televizionit Pendimi, keni një përshëndetje të veçantë dhe ju falenderoj që keni dhënë kontributin tuaj në këtë program. Do të ritakohemi kësmet me lejen e të Madhit Zot të dielën e ardhshme. Deri në takimin ton tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.